Në sheshin e Prizrenit, nën tingut e këngës së Kuqezi, simpatizantët e Partisë Demokratike të Kosovës festuan me flamuj, fishek zjarr dhe brohoritje fitoren në raundin e parë të zgjedhjeve lokale. Të rinjt e simpatizantë u bashkuan në festën që nisi menjëherë pas së shpalljes së rezultateve paraprake. Në sheshin Shtrban, mes drotëkiteve dhe fishek zjarrve, Shaqir Totaj, që kandidon për mandatin e dytë për kryetar komune, u shpreh mirënjohës për qytetarët që siç tha ai, i kanë dhënë besimin për të vazhduar rrugën e zhvillimit të qytetit. Te Prizrenit, zhurma e makinave dhe këngët patriotike u përzihen me emocionin e fitores. Ndërkohë, në komunën e Dragazhit, mbrëmjes zgjedhore pas votimeve të së dielës, mori një ngjyrim tjetër. Këtu gara për kryetar do të vijojë në balotazh mes Bexhet Xheladinit të LDK-s dhe Shaban Shabanit të PDK-s. Edhe pse rezultatet ishin të ngushta, festimet nuk munguan. Në një skenë të pazakonshme, kandidati i LDK-s Bexhet Xheladini, që kërkon një mandat të dytë, u pa duke festuar me mbështetësit e tij në një mënyrë që vetëm malet e sharrë din ta shpikin. Disa prej tyre të ngjitur në një lugë të ngritur të një eskavatori vallëzonin në ajër, ndërsa një tupanxhi i zonës i binte ritmit tradicional. Pamjet shkrinin seriozitetin e politikës me humorin dhe shpirtin festiv të njerëzve të sharrit, aty ku edhe zgjedhjet shndrohen në një festë komunitare.